Detaje të reja kanë dalë në dritë nga grabitja e argjendarisë në Kamëz, të shënuar mesditën e së shtunës 17 majit, ku 2 persona të maskuar dhe të armatosur hynë në një dyqan në pronësi të shtetasit me iniciale OL, duke marrë një sër bizhuterish. Autorët kanë vjedhur bizhu floriri në vlerën e 7 milion lekëve, bazuar në inventarizimin e fundit nga subjekti i argjendarisë. Burime për media bëjnë me dije se grabitja ka ndodhur brenda 1 minuti, ndërsa në kohën e vjedhjes shitësja nuk ka qenë brenda banakut, por në pjesën e pasme të dyqanit. Autorët e grabitjes së argjendarisë në Kamëz vijojnë ende të pa identifikuar, ndërsa nga kontrollet dhe shoqërimet e kryera deri më tani, autoritetet nuk kanë mundur dot të shkojnë tek emri i autorit, por fal kamerave të sigurisë është mësuar itinerari e tyre. Nga këqyrja e kamerave, është zbuluar se autorët janë larguar me motor nga argjendaria pas vjedhjes, ndërsa më pas mësohet që të kenë ikur drejt Zallherit. Megjithatë, disa persona raportohet se janë shoqëruar në komisariat për ngjarjen, por nuk ka patur asnjë të arrestuar, ndërsa autoritetet policore vijojnë punën për identifikimin dhe kapjen e autorëve.